Enton, a mundet të koncentrojmë debatin me pyetje, të lutem, rritet Ja, vetëm të mbaroj për këtë. Po. Të mbaroj, me gjitha të protesta, për sa kohë do ketë të vëmendje që kanë sot me receptatet tuaja, dhe për sa kohë të ketë një kauzë që është e përbashkët, që sa beton është për kauzë, ka një kauzë përbashkët protesta që është lufta kundër gjithë klasës politike, dhe sigurisht mbrojtja e një habitati natyror, që janë bashkë. Sa kohë të ketë të kauzë, protesta mund të ketë jetë gjatësi, por nuk e di, ma do ketë rezultat. Ketë rezultat, dhe atë një forum për rezultatit, na lutë që kjo pjesë. Qëtu nëse mundemi me ja marë ylli debatin edhe me të që kjo tezë. Se teza kryesore është çka nëse dështon protestë. Ato që fatosit janë bërë. Në më thonë, nëse një protest nuk është e strukturume, është kaotike, dhe përfundon si e shpërndarë, vetëm një përfitus është pushteti. Absolutisht. Dhe pastaj duhet kohë gjatë për ndërtuar një reform të ri të organizimit. Dhe kur pushteti e fiton betejën me protestën që hesht, në tonë atër rreziku është që, me thënë drejtën, vizioni i Edi Ramës dhe në 2029 fiton pa asnjë problem. Kalon. Rama, po su mund nga kjo protest. Zhgënjimi, pastaj që të mërshëm për qytetarët. Po su mund nga kjo protest. Zhgënjimi. E dyta është zhgënjimi pasaj përkthehet te niveli Ceaușescu pastaj. Me një proces. Nuk e lënë Shqipërinë askush. Me një proces normal, pra kalimin votim 2029 në tjera si shpërndon Rama, ai siguron një jetësi shumë madhe. Problemi është ajo që e kam sigurt. Po pra. Ato që e kam sigurt Anton në analizë. Atakimi kryesor është për vitin e ardhshëm. Unë besoj që Tirana do t'jetë vitin e ardhshëm rasti, nëse protesta hesht, iken, apo tjera, Tirana do t'jetë e rasti ekzemplar se çfarë është qeverisja e Ramës dhe sa është rrezikuar qeverisja e Ramës, se me Tiranën do vazhdojë. Në zgjedhjet lokale? Po, në zgjedhjet lokale. Unë mendoj se koncentrimi i gjithë përplasjes, se kjo është mekanizëm për Tiranën, nuk është për gjithë Shqipërinë. Se informacioni nuk më rrinë gjithë Shqipërinë. Protesta e ka fuqinë nëse ta rrezojë Edi Ramën. Unë mendoj, protesta nuk vazhdon, po. Nëse vazhdon dhe rritet, po. Që t'japim protesta nëse rritet, nëse krijon destabilitet në vend, në jetën e përditshme të vendit, mund të krijojë një premisë të rrezojë Ramën, po shumë të vështirë. Rama nuk largohet edhe nëse vendi ka destabilitet. Vetëm nëse i pamundsohet puna e tij, atëherë do largohet. A mund i pamundsohet kjo protestë punën Ramës? Kjo është pyetja më e vështirë. Me ata që japin lule policëve dhe thonë mos prekni asgjë të tjera. Me Ramën kjo nuk bëhet, nuk e nxjerr jashtë. Kjo është qartë. Por Rama ka shef spektakël. E dyta, në qoftë se Rama e kanalizon këtë në një proces votimi normal, që 2027, 2029, siç po thotë, e ka fituar në betejën. Nuk e fituar. Pse? Sepse mungon mekanizmi. Protesta mund të jetë shumë fuqishme. Pakënaqësia ndaj Ramës ka qenë edhe në 2021 shumë fuqishme. Po mungon të mekanizmi. Mekanizmi të hequr Ramën. PD-ja ishte e ndryshkur. Me humbi e pati fajin opozitë. Pa, mungon dhe opozita që është mekanizmi. Po pra, mekanizmi politik për të hequr qeverinë. Përvoja jam Anton. Pra, mekanizmi politik prapë është i njëjti. Përvoja e jam e protestave heterogjene. Po s'ndryshojnë mekanizmi. Jo, vetëm të dalim të pjesa heterogjene. Edhe po e la. Te heterogeniteti ka një përparësi parasyse shumë një pjesë e madhe e njerëzve është në rrugë. Por në momentin kur ndërtohet rrëfimi, ky heterogenitet krijon përplasje dhe kjo përplasje pastaj e shkërmoq këtë protestën. Dhe jam i bindur se e kam përvojën me këto protesta. Dhe kjo shkërmoqje nga ajo që i pisho, dhe si po flasin, mënyrën se i ka artikulojnë, se s'kan as narracion, s'kan as artikulim të mirë, as kërkesat qëndrueshme, as një gjë momentalisht. Vetëm ka një turm. Dhe mos harro, Gazeti thot, turma, kur mbetet pa buk, gjën e parë që e djeg, a di kanë e djeg, furrën e bukës. Dhe kjo mënyrë e artikulimit, e në tonë, pa një piksynim dhe qëllim, është pikërisht ajo që do të djegin furrën e bukës. Në qoftë se protesta i mbetet 5 pikave të para, mund të shtohet edhe në një, po mos kalojmë pika idiotës që ato që paraqitet sot manifest.
5 pikave të para, pra të merret me rënien e qeverisë, me zonat e mbrojtura e tjera, atëherë protesta është në misionin e saj deri kur të arrihet, që mund të kërkojë muaj. Pasi ky mision të arrihet, atëherë protesta mund të vendosë nëse do të vazhdojë si parti politike, do shpërndahen për parti politike, do bëjnë parti të tyre, ose do bëjnë disa parti të tyre si shta Lubonja, sepse disa mund të bëjnë, sepse aty rrymat janë të ndryshme. Por, në qoftë se ata arrin 5 pikat, atëherë kemi me një goditje shumë të fortë në Ramës. Dhe Rama sigurisht do hyjë plagosur në zgjedhjet lokale. Aq më tepër, nëse pastaj që aty del një parti e fortë politike, që mund të japë vërtet rezultat dhe Rama vërtet të ndihet keq për zgjedhjet lokale, të arrijë rezultat të dobët. Nuk rëndësi sa bashkim merr, rëndësi ka të marrë rezultat të dobët në përqindje, që të kuptohet që me ligjin e ri elektoral dhe me mburjen e përqindjes mund të ndodhë që në 2029 kemi rotacion. Por para se të vendoset ikja e Ramës, rënimi i tij, protesta e kanë edhe një qëllim shumë djallëzor interesant, nëse mund ta quaj djallëzor. Largimin e Berishës si pengesë ose si njeri që i shima protestë. Po shkojnë të dy. Po e largova ato, mekanizmi i ri krijohet dhe atëherë përplasja është interesant. Përplasja atëherë bëhet. Edhe dy fjalë propozitën secili nga dy fjalë. Po opozita si e ka trajtuar protestën? Pse po ndryshon mendim Berisha tani? Dhe njërës e tia, po vajti në fund toj me këtë. E mori protesta me vete, nuk është se mori protesta e rëmbeut. Berisha vendosi të gjithë, ose do ta merrte protesta do ta rrëmbente, se ishte kundër rrymës, ose do este me rrymën që të mbjetonte. Kaq. Berisha u bë njësh me pushtetin në fillim të herës, kur në emër të mbrojtjes së investitorëve strategjik, i doli me njëherë në emër të servilizmit në Kushneri dhe Trumpit. Dhe kjo bëri pis shumë opozitën. Në emër të servilizmit. Sepse tregon atë që ne shpesh herë e diskutojmë këtu në për studio, që këto oligark nuk i krijoi Rama, por Rama i ushqeu dhe bën pak më të majm. Këto oligarku krijuan kohën e doktorit. Kështu që burg Rama, burg Berisha është dhe një lloj distancimi nga opozita, për të thënë që nuk jemi të Berishës. Patjetër. Tani me qenë se kemi shumë për të folur zoti Rakipi, një fjalë do ta themi për Zvërnecin, ndërkohë që Riolli po e thirrëm ministrin në pjesën e parë. Tani Zvërneci, apo do të duhet thënë që mirë vazhdo. Po qarkullon një kush janë investitorët se thotë janë Katarit? Janë 2 kriminal sirian që kanë marrë në shtetësi të Katarit. Edhe tani janë bërë miq të Kaq du them vlla. Dhe këto vi para të pistën Zvërnec. Tani ata janë marrë, ja tani folë si islamik. Po, ja si islamik, totalisht. Ja pse? Tani ata janë bërë miq të afërt të Donald Trump. Po pra po. Po sepse kështu i vendosin armiqtë amerikanë. Bëjnë ngrata Sali Berishin kur ju duhet, bëjnë ngrata 2 sirianët. Tani i marrin dhe i kthejnë sirianët, i kanë kthyer. Po tani çka vjen keq. Po resimi Amerika mor burr. Ti nuk mund marrësh njerëz mbetër të sistemit të Asadit me parat pista dhe pse tani Amerika thotë që ata janë. Po zotëria